Hasi është një ndër krahinat shumë karakteristike, i banuar që nga kohët e lashta. Të e dëshmon edhe ruajtja e dokumenteve dhe të dhënave arkeologjike që nga Neoliti, 2600-2200 para erës së re. Nga studimi i kulturës së hershme, nga gjurmimi dhe eksplorimi i vendbanimeve dhe varrezave, janë përfituar materiale të pasura, të cilat hedhin dritë mbi forumin e kulturës dhe etnosit i lirë. Hasi kufizohet pothuajse nga të gjitha anët me lumenj. Në veri është një krahin që jetën e vet në të kaluarën, në etapa të caktuara historike, e ka bërë gjysmë të izoluar nga krahinat e tjera. Në konferencën e ambasadorëve në Londër, në vitin 1913, u vendos ndarja e territoreve shqiptare dhe gjysma e Hasit mbeti në pjesën e Kosovës. Dhe që prej 100 vjetësh, kjo krahinë shqiptare vazhdon të quhet me dy emra, Hasi i Shqipërisë dhe Hasi i Kosovës, dhe që në fakt është një, ashtu siç e thotë edhe kënga, se Hasi nuk ka qenë kurrë i ndarë, por ka qenë një krahinë e vetme. Pikërisht për shkak të kësaj ndarjeje, Hasi tashmë i mbetur në pjesën administrative të Shqipërisë nëpërmjet vijës kufitare të vënë në vitin 1913, kufizohet me Republikën e Kosovës, përkatësisht me vetveten apo me pjesën e trungut të vet. Por ekzistencën e krahinës së Hasit tregojnë edhe dokumentet e vjetra që në shekullin e 13. Për herë të parë flitet për të rreth vitit 1208. Hasi ka një popullsi prej 61.500 banorësh. Mikpritja, buka dhe bujaria janë disa nga elementet e traditës hasiane. Hasi ka qenë një nga krahinat shqiptare ku kanë gjetur stredhe mikpritje luftëtar, kryengritës të ndryshëm, udhëheqës qetash. Të tregojnë edhe 10 këngë, të cilat flasin për një gjë të tillë, në të cilat në mes të tjera thuhet: Kush luftoi për Shqipëri, në Has ka gjet bese burni. Si zonë Hasi është një zonë që ka një aktivitet shumë të shquar patriotik. Hasianët kanë marrë pjesë në luftrat anti-osmane, kanë marrë pjesë në lidhjen shqiptare të Prizrenit, kanë marrë pjesë tek Verët e Luks, kanë marrë pjesë në luftën anti-serbe të vitit 1912-13, kanë marrë pjesë në luftën kundër Nemses, si thonë Pleshtan, kundër Austro-Hungarisë, kanë ndihmuar Bram Surën dhe disidentët e tjerë kosovar në aktivitetin e tyre dhe ka qenë apo është një ndër zonat që ka një aktivitet patriotik të shquar. Fatkeqësisht ka pak studime dhe historia e zonës sonë është anashkaluar. Me dashje apo pa dashje këtë nuk e dim, por ka pak shkrime, ka pak merita, ka pak atribute në krahasim me punën që kanë bërë, me aktivitetin e tyre të herojve, të njerëzve që janë përpjekur pra për të mirën e dheut. Sipas burimeve të ndryshme, mendohet se Hasi është edhe vendi i origjinës së kastriotëve. Kastriotët ishin një familje feudale. Një figurë e rëndësishme historike me prejardhje nga Hasi është Pjetër Bogdani, i lindur në Gur të Hasit dhe i vdekur në Prishtinë. Mikpritja dhe bujaria e familjeve të shumta në fshatrat e krahinës së Hasit kanë përcjell gjurmë të hershmërisë dhe traditat e palëkundura shekuj pas shekujsh. Një ndër këta fshatra që dallon për vepra historike dhe për banorë që kanë lënë gjurmë në brezat pasardhës, por që kanë veçuar nga të tjerë fshatra edhe vendlindjen e tyre. I tillë është fshati Letaj, i ndodhur në krahinën e Hasit. 650 metra mbi nivelin e detit, i shtrirë në krahinën e Hasit, është fshati Letaj, i cili përbëhet nga një popullsi rreth 760 banorësh, i përbër nga 5 lagje. Një fshat që mbart më vete një histori që është e vjetër po aq sa dhe popullsia e këtij fshati. Ky fshat, në brendësinë e tij mbart histori më vete. I gjendur rreth 650 metra mbi nivelin e detit, ofron një panoramë qetësuese që dal nga dal të përkund aroma e frutave të vendit të mbjella në bjeshk. Unë jam Recep Koka, prej katonit Letaj. Fshati Letaj ka një histori 400 vjeçare, rreth 500 mund t'jenë. Vjen nga malësitë e Shkodrës, në përbugjon të Puks, në Berish është katoni Tërpojs afër Pacit. Në atë fshat ishin kanë 20 shtëpi.
8 musliman, 12 katolike. Edhe quhet Berisha Kuqe, edhe Berisha që jemi fisi tjetër. Domthon 2 Berisha, po dame. Kanë ardhur 2 vllazën këtu. Pera e Koka. Jemi. Pera ten kon vllazën. E kanë pas nërtesën të ato u do këtë ato dukshka që i kanë jetu bashkë. Atër janë da. Pera ka shku anajna, lagjen anajna, ka zotë një shpi. Ko ka shtri këto, deri të rezervari. Pera tash, gjatë rëvillimit në ngjarjeve, Helshania ka toni vjetër. Kanë ardhur mërditja, ja kanë marrë dhamt Helshanit. Edhe ju ka lëshu fshati mas. Vas pasi ka qenë tjenër që livis me trap në të kohë. I kanë zanë. Dhe mon në vas pasit, ka kris pushka, ka pushue, aty ishin kanë 2 roje. Një pi qonit, edhe një pi golej. Tash, përpara se më shku qoni atje, kur janë da, Pera ka pas 3 djemë. Uken lezen qonin. Tash, uka, edhe nezan, me që i kanë erdhë punë e minëzirë, i kanë thonë, Shatri Elshanit, gjysa dhanë janë qujat. Këta s'kanë pranu i marë. Nësa duket ka qenë edhe problemi korupcionit, se këta në konë me rrugë. Rruga Shkodër Shkup. Vjen nga Gomsiqja, në Puk, në Ars, në Qafë Malit, Flet, Vas Pasit, edhe ndahet për Shkupin në Qarë. Edhe kalën mas asaj kodre, hinë të fshatrat e Kosovës, edhe del Qafë Dulës, del në Shtime, e shtrije deri në Shkup, i kom edhe fshatrat me t'i dhanë kalimin e rrugës. Nërsa kjo tjetra, vjen nga Qari, edhe për Gjakovë e për Peji. Familjet brenda fshatit Letaj jetojnë mes punës dhe dashurisë për atë dheun. Ata rëpen se fshati ka një hershmëri, e cila flet shumë për historinë dhe popullimin e tij. Por nga ana tjetër, të interesuar për njerëzit me emër, të cilët kanë lënë gjurmë dhe janë shembull i çdo brezi, menjëherë na vjen në qendër të bisedës se një burr me fizikun e gjatë, mustaqe dhe pamje burrërore, është dalluar për veprat dhe bëmat e tij. Ai është Hamës Sadria. Kështu e thriste fshati dhe njerëzit ja i njihnin. Hamës Sadri Koka rrithe nga një familje me tradita. Pati e deshi që të shkollojë jashtë vendit të tij dhe me zgjuarsinë apo intelektin e tij arriti të zotëronte disa gjuhë të huaja. Në moshën 18 vjeçare, ai largohet nga fshati Letaj dhe për 12 vite me radhë qëndroi larg. Dashuria për vendlindje dhe malli për njerëzit e rikthyen atë në atë dhe. Por gjërat tashmë kishin ndryshuar. Ai ishte burrëruar, ishte rreth 30 vjeç dhe u kthye shumë i pasur. Gjyshi jam ka qenë Hamës Sadria. Ky fillimisht a kanë marrë, a ka shku vetë për 12 vjetë nuk o këthyë në shpi. 12-13. Ashtë mobilizu i herë nga Turqia. Ai në Turqi ka ardhë edhe në Shkup, edhe në Bosnje. Këto këthyë mas 12 vjetë. Ka lanë 3.000. Edhe, kur ardhë të mos se kanë joftë i herë, ai ka qenë se 12 ka najtë, dhe mon jashtë. Edhe një 18-20 ka qenë rreth 35, kur këthyje. Ai ka pas, që janë këthyje,
është bo një luft. A rusë turke. Edhe su kërë bo në Srebrenicë tash, që bo, e kishin pa rëtuk shken konë mashku i këtë orë, mes tynë edhe kryetari i qytetit. Kuj ka najtë aty dhe i kanë përpozu, i kanë thonë. A pe e merë, i kanë thonë, nëse i gurdile zgje dhe nja, që ka utarë. Ka thonë, për që ta, e ka marrë gjyshin të. Kërë këthuja i ka ardhë me pare, me shumë pare, dhe me një dusht me pare. Ka bon dy shvijat. Njënën për burra atje, për gra këtu, dy kulla. Ka zëtë një 7 gjumë. Më kohën tash, se cilë kohë i ka marrë njerëzit pak ma dishmit, ky me qenë ka qenë ma i dishmë se ka pasë gjumët. E kanë zgjedhë si kërëkërhinor, që njëhet kërëkërhinor. Ishte kryetari i fisëve, a ishte drejtuesi, se kishte dieni aftësi. Duke zotnuar këtë gjumë, kanë harë lëvizjet në Ballkan. Edhe kanë shtërinë sferët e tyne. Gjithmonë serbët e kishin pas. Qyshte në fillim, me shku ju afru një populate, mu misru me ta, me ushti nga tresat, edhe në fund, me sulmu me i largue. Sepse 1800 në gjojmë histori, 1 milion në Serbin. A e shke 25 milion. Jugoslaviju, që Jugoslave. Europa duke qenë, që ata që kanë funu Europën, kanë ishë pas edhe atëhere rrugana, njerës që janë marrë me jo punë të mira. Edhe ishin konë mbledh ata, edhe thonë t'ja u gjojmë një vend, tjetë vend i mirë, që mos na kthehen, e kanë studiue Ballkanin. Që vjen Danub, e shtënjet pjesa Ballkanit. Ky ka ushtruar detyren në karhinën e vetë. Dashuria dhe atë vetë dashuria që dominon brenda familjes është trashëguar brez pas brezi. Nipat dhe mbesat ruajnë me nostalgji dhe dashuri ato pak të dhëna që prindrit e tyre ju kanë rrëfyer për veprimtaritë patriotike të gjyshit Hamës Sadria. Unë jam Rustem Leti, unë kam lindë në fshatin e Sokfil, kurse babai, si që thatë edhe ju, ka lindë në fshatin Letaj. Ajo lindë atje dhe u rrit rreth moshës 9 vjeç, erdhi këtu bashkë me babajnë dhe vllajnë, gjyshin. U rritën me ato vlera familjare që vetëm e kishim trashëguar nga gjyshi dhe baba, po ashtu afërsinë e ndjenim shumë afër pasi që baba u rrit me kujtimet të tij për vendin dhe fshatin Letaj. Ai atje lidhte gjithçka me jetën, me të kalunën, me historinë, me dashurinë për vllaun, për axhët, për kushërinë, për gjithë farefisin që kishte anena, që kishte ngel anena. Thuje se këtu s'kishte shumë pak njerëz të afër në vetë. Dhe kështu që ne u rritëm duke dëgjuar atë të flas për axhët, për vllazërit, për kushërinë që kishte lënë anena dhe dajt dhe gjithë farefisin. Dhe ajo afërsi që ne ndërtuam dhe ndërtoi babat e ne, pas lufte, pasi që u shliru Kosova, raportet vllazërore vetëm u aktivizuan edhe erdhëm paha aty ku duhet. Ne u lindëm, u rritëm, u edukuam, u shkolluam pra këtu. Kjo kohë, pasi që Kosova dihet historikisht se çfarë peripetish ka pas dhe çfarë historie ka pas të dhimbshme, edhe ne si shqiptar po ashtu kemi pas peripetit tona, vështirësit tona dhe në aspektin ekonomik, në aspektin kombëtar, në aspektin social, dhe vazhduam ashtu jetën me vështirësi në aspektin ekonomik, kulturor dhe shumë shka tjetër, po e ndërtuam me mund sakrificë shumë shka tjetër. Ajo kohë para luftë, po flas tash viteve 80-ta, 90-ta, ka qenë me shumë vështirësi për ne. Për ne si familje
për ne si familje, për rrethin ton, për se cilin njeri, pasi që jetonim në okupimin e Serbisë. Kështu që më kujtohet shkollën e mesme. Shkollën fillore përfunduam po në për shkolla shtetit, shkollën e mesme përfunduam e kryem në shkollat thuja privatisht. Për shembull si në xhami, mejtepe, pastaj në shtëpi private, kështu që edhe fakultetin po ashtu e vazhduam, deri në 1997-8, kur edhe filloi lufta. Pasi qaj gjithçka lidhte me Letaj, me fshatin Letaj, aty ku kishte lindur, e lidhte me farefisin dhe njerëz të afërm që kishte lënë nënën dhe ishte rritur në ato kujtime, gjithmonë gjatë jetës së tij thoshte dua të vdes në fshatin Letaj. Po vdes, nëna vdes keq, nuk vdes ashtu që është du. Dhe më kujtohet koha kur pas lufte kishin filluar veç ato raportet tona dhe ishte shqiru Kosova, ishte hap kufiri, shkonim pa telashe, pa problem në fshatin Letaj, edhe ishim duke shku me një rast në fshatin Letaj, po ashtu ndodhi atë që kishte thonë gjithmonë, që vdes keq që mos të vdes në Letaj, ajo ndodhi dhe ka vdekur po ashtu në fshatin Letaj në vitin 2006. Veprimtaria patriotike e Hamës Adris mori një emër të madh. Ai u zgjodh nga drejtuesit e asaj kohe krye krahinor, një detyrë që shkonte për krah natyrës, zgjuarsisë dhe burrërisë së tij. Me fjalën e butë dhe të prerë, që i kishte vend kudo, ai u respektua dhe u përkrah nga banorët. Një veprim patriotik që fshati e mban si shembull ndaj çdo brezi, ishte ai strategjisë që Hamës Sadria përdori për t'i shpëtuar një rreziku të madh që i kanosej vendit. Ky ka zot në gjumë. Tash sërbë për ta shtëti, më ushtri, pasën parë, pa i kallëzues se për shka e dek, e pas janë pa thonë, me ne i mledhë kërë pleqët, sepse ne do të hapim nehem Serbia, shka të kërkojnë, ata du i mos ditë gjumët, asë shkërimin, ky gjysh jam ka zotnu gjumët, ata i konë dy. Edhe ja u ka marrë vesh, pse mi mbledhë? Të thotë, se ata i kanë thonë, dhe t'i mbledhim, se do të hapim nejma, sa dënë. I kanë thonë, kur dënë ti? Ti, se kysh, i kishte edhe ma të njoshëm edhe mi mbledhë ma ka laj. Edhe i kishë nëje që në me datën ne, duhet mi dërzu dokumentat në Përzeren. Se hasin me Përzeren me marë. Gjakova ka pas malsin, tërpojnë. I thonë, kur dënë ky? Thot, me 29. Pe i pojnë mbledhjen. Atërë, kërën punë në dakik. Me i herë, ja u ka shti tash në mend, mos i merë një vullet me veti. Se kjo është shtet. I këti po vjen në gjanë, ty e tjerë të ba masakër. Kur të qesit letrat, në gishtin, po vulli s'kia të e kom harruhe, se s'ka kohë. Edhe kështu që dokumentat kanë shkuar pa vulli. U e në shkut nesin, me datën ne, kanë marrë në telefone shka kanë pas. I keni mbledh, kanë i keni mbledh, i keni të regullë të, po në kanë mbledh pa vulli. Po që do më ka thonë në pa vulli, edhe i kanë vëra aty, në Përzeren. Nipi i tij Rustemi na rrëfeu momente nga fëmijëria e tij që na çojnë të mendojmë se historia e përcillet dhe veprat patriotike trashëgohen. Babai i tij erdhi në qytetin e Gjakovës, aty ku edhe ndërtoi shtëpi. Pasi lidhjet shpirtërore dhe ato ekonomike për tregtimin e mallrave apo produkteve të vendit e bënin fshatin Letaj apo edhe banorët më të lidhur me Gjakovën. Ai tregon se vetëm kur ishte në klasën e 8, jeta në Gjakov dhe kufiri ndalur për të shkuar tek vendindja e gjyshit të tij e detyroi të ndërmerrte një vendim prej djaloshari. Por që brenda kishte trimërinë dhe guximin. Ai vendosi të kaloj kufirin ilegalisht, për të shuar mallin që kishte për njerëzit dhe anën tjetër të familjarëve. Më kujtohet babai kur filluan viteve 90-ta.
edhe nga malli që kishin filluar disa lëvizje ilegale në mes kufinit Kosovë-Shqipëri që të lëvizin njerëz ilegalisht, qoftë për armatim, qoftë për diçka tjetër. Po sa do pak ishte lëvizur pak a shumë kufia ajo strikt kufini që kishte qenë, ishte lëvizur pak a shumë. Dhe njerëz dilin ilegalisht, vinin, shkonin dhe nga malli që kishte për të vetë, për dajnë e tij, për kushërit e tij, për migjën e tij, filloi e dëgjojsha si fëmijë që po donë me shku në Shqipëri, po donë me shku ilegalisht. Edhe ajo viç kishte ndodhur. Pastaj iku, shkoj, i takoj edhe u kthye dhe rrinte gjithmonë me atë kujtim deri pas lufte. Si i takoj po. Mirë po edhe unë jam rrit duke dëgjuar ata që atje ishin shumë shtëpi aty, kishte shumë aktivitete, kishte zhvillim në aspektin e bujqësisë. Aq dëgjoja pitinas derisa unë nuk kam shku atje. Mirë po, me ato u rrita. Pasi u kthy ai ilegalisht që kishte shku në 90-ën, në 91-ën ne si fëmijë morëm një aktivitet nga ishim 3 shokë. Dhe po shkojmë edhe ne se kishim dëgjuar nga ata që po lëvizin, po thënë kufinin po shkojnë në Shqipëri. Ajo ishte ëndër fëmijë, ishim 16 vjeç. Por nga ana tjetër, lidhja e fortë mes fshatit Letaj dhe Gjakovës e ka zanafillën e hershmëri. Gjakova, në vitin 1485, përmendet si fshat, konkretisht si një vend tregu, e cila ka shërbyer si një qendër tregtare në rrugën ndërmjet Shkodrës dhe Stambollit. Gjatë sundimit të perandorisë osmane, qyteti i vjetër i Gjakovës ishte një ndër qendrat më të zhvilluara të tregtisë. Gjakova, qyteti i bukur i populluar që në epokën prehistorike, por Gjakova ka shërbyer si një qendër tregtare ndërmjet rrugës së Shkodrës dhe Stambollit. Pikërisht kjo është dhe lidhja e madhe midis fshatit Letaj me Gjakovën, i rrethuar nga bare dhe restorante, të cilët të tregojnë se jeta në këtë qytet është po aq e bukur sa edhe e gjallë. Por familja e Hamës Sadris ishte një bazë e fortë e patriotizmit. Aty u zhvilluan qindra takime dhe planifikime për mbrojtjen e ATV-ut, të cilat kishin si organizator Hamës Sadrin. Ai ishte edhe një pajtues i mirë i familjeve në gjak. Ishte një njeri që në familjen e tij mbante dhe strehonte njerëz, gjë të cilën e trashëguan edhe fëmijët apo nipërit. Ne janë nënvrar 2 anëtar të familjes nga forcat kufitare serbe. Pra, kufirin me Kosovën e kanë kaluar gjithasi, vetëm ne, pra familjes sonë, në nënvrar pra 2 djemë të rinj nga ushtria serbe. Kufiri ka qenë i hapur. Do të thotë që normalisht ka pasur post policie në anën serbe dhe këta kanë kaluar. Dhe normalisht kur kalon një pyesin për emrat e tjerë. Do të thotë ushtria serbe e ka ditur se kush janë këta. E kanë ditur që janë nipat e Hamës Sadris. Po shqafës për ushit, është një farlugin aty dhe i ka vrarë ushtria serbe. Besoj se kanë qenë një akt hakmarrje për shkak të veprës, pra të ndodhisë që patën mes të gjyshin tim. Por kjo familje kishte një karakteristikë të veçantë, që mbeti shembull i përjetshëm. Bashkëtesa fetare ishte një pikë kyçe në familjet patriarkale, pasi kjo edhe u trashëgua brez pas brezi. Djali Hamës Sadris, në një kohë mjaft të vështirë, kishte bërë një veprim që u kurorëzua përjetësisht. Kishte strehuar një familje katolike, nga ku brenda familjes së Halil Hamës Sadris, djali Hamës Sadris, ata u lindën e u rritën. Pra bashkëtesa fetare midis familjes Koka nga fshati Letaj i krahinës së Hasit ishte një virtyt fisniku edhe i një familje me baza të forta qytetarie. Edhe Rustemi, nipi Halilit, vepronte një lloj si gjyshi i tij. Ai sot jeton dhe punon së bashku me kujtimet dhe gjurmët e gjyshit të tij. Ndërkohë që largohemi nga familja e Recep Kokës, ai na jep një porosi, duke na thënë se kujtimet dhe historinë e gjyshërëve tanë ta ruajmë atë të dokumentuar për t'u trashëguar brezave që vijnë.